Çfarë ishte ky arrestim? Ishte një debt collection operation me gunships. Është një ligj i vjetër në gjeopolitik, ku të gjithë hiqen sikur nuk ekziston, dhe i cili thot: ti nuk mund të sankcionosh shtete të cilat kontrollojnë burimet e tuaj etike dhe pik. Amerika sankcionoi Venezuelën, ngriu asetet, njohu qeverit paralele, i bën të gjitha. E fundit kishte ngelur ndërhyrja ushtarake që ndodhi në January 3. Po pse në January 3? Pse në 3 janar? Më fal një sekond. Në December, në 23 dhjetor 2025, as 2 javë përpara, Maduro firmosi energy agreement me Kinën, me vlerë, pay attention. Firmosi energy agreement me Klimën. Me Kinën. Me vlerë $18 bilion. 2 ditë më pas, Jack Sullivan, National Security Advisor, këshilltari i sigurisë kombëtare, kërkoi takime zyrtar të lartë të Vuvuzelës, të Venezuelës, në Panama për të negociuar, por nuk ndodhi. Dhe arritëm këtu ku jemi sot. Tani më lejoni t'ju tregoj numrat që sqarojnë pse kjo ndodhi tani. Pse këtë javë? Pse ky operacion nuk priste më? Venezuela kontrollon rezervat më të mëdha të certifikuara të naftës bruto on the planet, në tokë. 303.8 bilion fuqi naftë të certifikuara. Irani është një strategic ally also, është një ally strategic also gjithashtu i Venezuelës, dhe gjithashtu ai kontrollon 28.6 bilion fuqi. Sot të dy së bashku kontrollojnë 32% të rezervave të botës. Dhe që të dyja kanë dalë nga sistemi financiar i kontrolluar nga Washingtoni, të cilin Amerika e ka kontrolluar për 80 vjet. Vetëm fuqit 303.8 bilion certifikuara fuqi naftë të Venezuelës kushtojnë edhe $17 trilion, 17.ca. Sikur Amerika t'i marri me gjysmë çmimi, është like $8 billion.